Shkolla 9-vjeçare në fshatin Brosh të njësisë administrative Papër ka festuar 70 vjetorin e themelimit të saj. Drejtoria e shkollës në bashkëpunim me nxënës, mësues e prindër ka organizuar një aktivitet festiv ku të pranishëm kanë qenë edhe përfaqësues nga Drejtoria Arsimore Elbasan. Drejtoresha e shkollës Valentina Gjevori ka përshëndetur të pranishmin dhe nxënësit e shkollës. Ajo ka vlerësuar kontributin e dhënë ndër vite nga ish mësues të shkollës, të cilët kanë kontribuar për edukimin e brezave të ndryshëm. Nxënësit e shkollës me këtë rast kishin përgatitur një koncert festiv me këngë valle popullore. Gjithashtu në këtë shkollë janë promovuar edhe gatimet të zonës bërë nga nxënësit dhe ambisat e fshatit Brosh. Nga klasat e shkollës Dervish Bahja në Brosh kanë dalë breza nxënësi shumë prej të cilëve kanë vijuar karrierë të suksesshme në jetë.